Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të njohim zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisi me aktualitet. Besimtarët ortodoks në Vlorë kremtuan të premten e madhe e njohur ndryshe si e premtja e zezë, një ditë me rëndësi të veçantë në kalendarin fetar. Ceremonia u zhvillua në kishën Shën Thodori në Vlorë edhe po ashtu në Zvërnec. Besimtarët ortodoks në Vlorë kanë kremtuar të premten e madhe e njohur ndryshe si e premtja e zezë, një ditë me rëndësi të veçantë në kalendarin fetar. Kjo ditë simbolizon përkujtimin e vuajtjeve dhe kryqëzimit të Jezu Krishtit, duke u konsideruar një nga momentet më të dhimbshme, por edhe më të shenjta për të krishterët, pasi i kushtohet sakrificës së tij për shpëtimin e njerëzimit. Ceremonia është zhvilluar në kishën Shën Thodori në Vlorë, ku besimtarë të shumtë janë mbledhur për të marrë pjesë në ritet fetare dhe për të shprehur përkushtimin e tyre. Atmosfera ka qenë e qetë dhe reflektuese, e shoqëruar me lutje dhe këngë kishtare tradicionale. Pas përfundimit të shërbesës, është zhvilluar edhe dalja e epitafit nga kisha, një ritual simbolik që përfaqëson varrimin e Krishtit. Procesioni ka vijuar në për rrugët e qytetit, i shoqëruar nga besimtarë dhe qytetarë të shumtë, të cilët me përullësi dhe respekt kanë ndjekur këtë traditë të hershme fetare. Ndërkohë, si çdo vit në prag të Pashkës, besimtarët ortodoks dhe banorët e Zvërnecit u mblodhën për të kremtuar të premten e madhe duke marrë pjesë në ceremoninë e epitafit. Me përkushtim dhe devocion, qytetarët ndoqën procesionin tradicional i cili shënon një nga momentet më të rëndësishme të kalendarit liturgjik ortodoks. Zvërneci edhe këtë vit u bë qendër e kësaj tradite shpirtërore, duke ruajtur vazhdimsinë e riteve dhe kulturës fetare që përcillet brez pas brezi, në një atmosferë të qetë dhe solemne. Me qindra besimtarë ortodoks edhe në Fier, Gjirokastër e Saran ndoqën mbrëmjen e së premtes së madhe në procesin e epitafit, një nga momentet më të rëndësishme të Pashkëve. Qindra besimtarë ortodoks dhe qytetarë fierak kanë ndjekur mbrëmjen e së premtes së madhe, procesionin e epitafit, një nga momentet më të rëndësishme të Pashkëve. Ceremonisë simbolike i kanë paraprirë timbrit e bandës frymore, ndërsa epitafi ka dalë nga katedralja e Shëngjërzit rreth orës 19:30, i shoqëruar nga besimtarë të shumtë të gjitha moshave. Sipas traditës, procesioni ka përshkruar qendrën e qytetit të Fierit, duke përcjellë mesazhe paqe, besimi dhe shprese për të rikthyer në pas në kishë mes pjesëmarrjes së qytetarëve. E premtja e madhe përfiton vdekjen e Jezu Krishtit në kryq dhe paraqit kulmin e këndimit të Pashkëve, që shënohet me meshën e mesnatës dhe shpalljen e ringjalljes. Atmosfera e ngjashme e solemniteti është përjetuar dhe në Gjirokastër, ku 10 besimtarë janë mbledhur në kishën Ngjallja e Krishtit për të ndjekur meshën dhe ritualin e epitafit. Flakadarët e ndezur dhe këndimet liturgjike kanë krijuar një ambient të qetë dhe reflektues, ndërsa epitafi i shoqëruar nga klerikët ka përshkruar obërin e kishës në një atmosferë devotshmërie dhe respekti ndaj kësaj dite të shenjtë. Në Saran, besimtarët ortodoks kanë përkujtuar po ashtu të premten e madhe në kishën Shën Harallambi, ku qindra qytetarë morën pjesë në ceremonitë fetare të drejtuar nga Atë Kozmai. Pas përfundimit të shërbesës, epitafi dhe besimtarët kanë përshkruar bulevardin kryesor të qytetit, duke krijuar një atmosferë të veçantë për kushtimi dhe reflektimi, për të rikthyer më pas në kishë. Edhe këtu ritet fetare kanë theksuar simbolikën e sakrificës dhe shpresës që kulmon me festën e ringjalljes. Luftrat sjellin vdekje, të bëhemi paqebërës në një botë që po shkatrohet nga urrejtja e lakmia. Kryepiskopi Ioan ka ardhur me një mesazh të fortë në prag të Pashkëve ortodokse. Kryepiskopi Ioan uron besimtarët ortodoks për festën e Pashkës. Falja e shkatëron të keqen, thot kryepiskopi, i cili fton të gjithë qytetarët të hapin zemrat ndaj besimit, duke injoruar indiferencën. Në orën 23 në të gjitha kishat ortodokse në vend zhvillohet shërbesa e ngjalljes.
Në mesazhin e Pashkës Ortodokse, kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Ioani përcjell një thirrje për paqen në gjithë botën të trazuar nga luftërat dhe pasiguria. Fortlumturi Ioani thotë se luftërat e përgjakshme po shkaktojnë vdekje dhe vuajtje, ndërsa duke ju referuar fjalëve të para të Krishtit pas ngjalljes, ai thekson se mesazhi i tij është i qartë. Sot bota është e trazuar, luftërat e përgjakshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika e së nesërmes mbulon popujt të tërë, pasiguria troket kudo. Në mes të kësaj stuhie Krishti i ngjallur përsëri, paqe në ju. Le të ndalemi në fjalët e para që tha Krishti i ngjallur kur shfaq para nxënësve të tij. Ai nuk u tha atyre fitore, as lavdi, dhe as pushtet, por u tha paqe në ju. Hyri në dhomën ku ata ishin mbyllur nga frika dhe u dhuroi atë që bota nuk mund ta jap kurrë, paqen që nuk varet nga kushtet, nga ekuilibrat gjeopolitik, nga marrëveshjet njerëzore, por paqen e Perëndisë që ka përsen çdo mendje, një paqe e thellë shpirtërore, e cila vjen fillimisht nga pajtimi i njeriu me Zotin dhe pastaj shtrihet me të gjithë njerëzit. Sot bota është e trazuar. Luftrat e përgjakshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika e së nesërmes mbulon popujt të tërë, pasiguria troket kudo. Në mes të kësaj stuhie, Krishti i ngjallur përsërit paqe në ju. Ky nuk është thjesht një urim mirësjellje shoqërore, por është një realitet ontologjik. Vdekja u mund. Dhe nëse u mund vdekja, atëherë çfarë mund të na trazojë më? Le ta gjejmë këtë paqe të Perëndisë në zemrat tona dhe pastaj ta përhapim atë kudo, së bashku me lajmin e gëzuar se Krishti u ngjall dhe i dhuroi botës jetën dhe paqen e përjetshme. Krishti u ngjall. Kryepeshkopi thekson se zgjidhja nuk është hakmarrja, por falja dhe dashuria. Falja e shkatëron të keqen, ndërsa hakmarrja e shumëfishon atë, thekson kryepeshkopi Ioan në mesazhin e tij. Ai ndalet edhe në sfidat e kohës moderne, duke theksuar se ndjekja e pasurisë dhe statusit nuk sjell qetësi shpirtërore. Jetojmë në një epokë ku njeriu ndjek pa pushim të mirat materiale, sigurinë, statusin shoqëror dhe megjithatë ndihet më i zbrazur, më i vetmuar, i paplotësuar, më i shqetësuar se kurrë, shprehet kryepeshkopi Ioan. Në vijim të mesazhit të tij, fortlumturi Ioani thekson se shpresa dhe siguria e vërtet burojnë nga ngjallja e Krishtit. Në këtë botë të trazuar na mjafton vetëm një siguri. Krishti u ngjall dhe jeton, dhe nëse jeton Krishti, jetojmë edhe ne. Dhe nëse jetojmë në Krishtin, atëherë as vdekja, as ligësia, as varfëria, as përndjekja nuk mund të na ndajë nga dashuria dhe nga paqja e tij. Kryepeshkopi e mbyll mesazhin e tij me një thirrje për të gjithë besimtarët ortodoks, por jo vetëm. Le të bëhemi ne vetë paqebërës në një botë që po shkatërohet nga urrejtja, nga lakmia dhe egoizmi, por që të bëhemi paqebërës fillimisht duhet të kemi paqe brenda nesh. Mbrëmjen e sotme në orën 23 në të gjitha kishat ortodokse në vend zhvillohet shërbesa e ngjalljes që zgjat deri pas mesnatë. Kryeministri Edi Rama në një tur 3 ditor në jug të vendit, ndërsa të hënën do të zhvillojë disa takime në Vlorë. Blu Televizion ka zbardhur agjendën e kryeministrit në Vlorë. Ndiqni raportimin e gazetarit Armand Xhelili. Në vijim të turit punët e Shqipërisë, kryeministri Edi Rama do të vijojë një tur 3 ditor në jug të vendit, ndërkohë që Kales do t'i ketë ditën e sotme në orën 17 për të nisur më pas drejt Dërmiut, ku mendohet se kryeministri do të kalojë festën e Pashkës. Ndërkohë që Blu Televizion ka zbardhur agjendën e kryeministrit Edi Rama ditën e hënë, ku do të ketë disa takime. Do ta nisi me inspektimin në bulevardin e Palmave për të vijur më pas me inspektimin në shënditoren pranë plazhit të vjetër. Ndërkohë që në orën 11 të mëngjesit kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një takim me asamblen e Partisë Socialiste në ambientet e Pallatit të Kulturës, për ta mbyllur më pas në një takim me biznesin dhe më pas kryeministri Edi Rama do të nisë drejt Tiranës. Kryeministri Edi Rama do të jetë në një tur 3 ditor në jug të vendit, ndërsa të hënën do të zhvillojë disa takime në Vlorë. Blu Televizion ka zbardhur edhe agjendën e kryeministrit në Vlorë, ndërsa pritet që ai të ketë një ndalesë së shkurtër në qytetin bregdetar të Vlorës të shtunën, rreth orës 17 për të nisur më pas drejt Dërmiut, ku do të qëndrojë deri ditën e hënë, e ku do të mbërrijë më pas në disa takime dhe inspektime në qytetin e Vlorës. Rama ka programuar inspektime, por edhe takime gjatë qëndrimit të tij në qytetin bregdetar, ndërsa do të inspektojë nga afër punimet në bulevardin e Palmave dhe Agrumeve, si dhe do të zhvillojë një tjetër inspektim në shënditoren Lungomare, në zonën e plazhit të vjetër. Të hënën po ashtu kryeministri në agjendën e tij ka parashikuar të zhvillojë gjithashtu një takim me anëtarët e Partisë Socialiste në Pallatin e Kulturës në Vlorë.
Agenda e tij në Vlorë do të mbyllet me një takim tjetër me përfaqësues të biznesit. Takimet e kryeministrit Edi Rama në qytetin bregdetar jugor të Vlorës vjen në kuadër të turit punët e Shqipërisë që kryeministri po zhvillon gjatë kësaj periudhe në të gjithë vendin. Bordi i Transparencës ka ndryshuar çmimet e karburanteve në vend duke i rritur sërish ato. Duke nisur nga e premtja pas dite, çmimet do të jenë të pandryshueshme deri në mbledhjen e radhës së bordit. Bordi i Transparencës ndryshon sërish çmimin e karburanteve. Në vetëm pak ditë ky bord ka ndryshuar gati 2 herë çmimin e karburanteve, duke nisur nga 214 dhe aktualisht në 217 lek për litër, ndërkohë që çmimi i benzinës është në 176 lek për litër. Pritet në mbledhjen e radhës të përcaktohet se si do të bëhet me çmimin e karburanteve, duke patur natyrisht në konsiderat edhe çmimin e burcës në tregjet ndërkombëtare. Bordi i Transparencës ka ndryshuar sërish çmimet e karburanteve në vend, duke nisur nga e premtja pas dite 1 litër naftë në pikat e tregtimit me pakicë tregtoi me 217 lek, ndërsa 1 litër benzinë ka arritur në 176 lek. Kjo rritje vjen pas disa ndryshimeve të shpejta brenda vetëm 4 ditëve të fundit, ku çmimi i naftës ka kaluar nga 210 lek në 214 lek për litër dhe tashmë në 217 lek për litër. Kjo është një tjetër rritje që pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë te konsumatorët, duke reflektuar edhe në koston e jetesës, si dhe në çmimet e produkteve të tjera. Ndryshimet e shpeshta kanë krijuar pasiguri tek qytetarët dhe bizneset, të cilët duhet të përballen dhe të përshtaten vazhdimisht me çmimet e reja. Në ditët në vijim pritet të shihet se si do të veprojë Bordi i Transparencës e nëse do të ketë sërish luhatje të çmimeve në të gjitha pikat e tregtimit me pakicë në vend. Me një njoftim zyrtar të kësaj të shtune, Bordi i Transparencës njofton se nafta rritet me 7 lek dhe benzina rritet me 3 lek. Çmimi i shitjes me pakicë i nën produktit gazoil, standardi SSHN 590, të jetë jo më shumë se 217 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 205 lek për litër. Çmimi i shitjes me pakicë i nën produktit benzin i standardit SSHN të jetë jo më shumë se 176 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 164 lek për litër. Çmimet e diktuara nga bordi kanë hyrë në fuqi prej ditës së premte në orën 18 e do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Prej vitesh qyteti i Vlorës përballet me një mungesë të madhe, atë të banjove publike. Sipas qytetarëve, asnjë banjë publike nuk ka, madje as kundrejt pagesës. Prej vitesh qyteti bregdetar i Vlorës përballet me një mungesë tepër të madhe, atë të banjove publike. Pavarësisht se në qytetin bregdetar shumica e banorëve janë të moshës së tretë, sërish sipas tyre asnjë banjë publike nuk ka. Në rast të nevojave personale, qytetarët tonë se detyrohen që të shkojnë në lokale, ku sigurisht duhet të paguajnë. Ata tregojnë se paguajnë tarifa që as nuk i përballojnë dot me pensionet që kanë. Për qytetarët tepër e rëndësishme është krijimi i banjove publike, një nevojë emergjente për ta. Ndaj qytetarët apelojnë për kundrejt pushtetit lokal të mendojë për ta, duke investuar në krijimin e banjove publike. Ja, kryesore, sidomos për të çështje planuarit është gjë më primare. Tu ka pas atje, edhe e gjuna. O prishën se e bën gjelbërim, e bën dhe beton, edhe vetëm për banjë publike. E gjuna për ta pensionistat, kjo është kryesore për pensionistat. Leson sidomos për këta pensionistat, për të tjerë të hajtë se do vendë të pinë kafe në lokale dhe e marrojnë punë. Po për pensionistat është shkëterë gjuna. Po jo, po të ishe, më beti për të ishe deri lokal, nuk binin në cepave, po të ishe kosh me vëmendje, e kene zdo cepë një. Pa shumë e keqë, sa do të ruaj shtetit. Pa diskutim, sidomos për neve je pa diskutim. Po neve moshatarët vuajmë që që vërteta. Po kur ju ndodh kjo turpërojmë, se s'dikut veç. E kështu që duhet pa tjetër. E bën atë, pasaj e këmë gjoja për blozur fëmit. Ajo, ale është bërë në fakt. Qarë thuti, po do veshte lokal, po të vinde turpër. Të veshte lokali, se lokali ajo shket me dhe. Herë të lë, herë së lë. Po të kishte edhe një me pagesë edhe do pagosh nga e keqja. S'ka qarë bënë. Qarë diskutim, do të ketë. E ka patur. Se dim politika, ka patur. Një ka qenë tu, aty, da. Një ka gjithë të fabrikorizit, një sketë.
Tu ka dhe shumë moshatar që frekuentojnë të zonë. Po tani do vesh në klub me lek. Me lek çdo gjë, edhe ajri do bëhet me lek. Edhe i thash këtu atë po në rregull pas. Të rinë mase do e bën më mirë megjithëse. Edhe me lek të bëhen, po të ketë panje po. Edhe me lek të bëhen ato, po të ketë shërbim është. Po bëni një po banjë. Si e shikoni ju si qytetarë, është e nevojshme? Po është se bëni. Një ose dy. Mund dhe njeri të pi një kafe atje dhe në banjo. Duhet banjo publike. Po pa tjetër që do vesh atje të paguash dhe kafen se ndryshe të lë ai atje. Shumë gjëra kanë ndryshuar, shumë gjëra janë bërë. Po, e domosdoshme. Për higjenë për pastësi, për çdo gjë. Ndërkohë, mungesa e banjove publike ka shkaktuar në qytet edhe një tjetër problematik. Qytetarët që në mungesë të tyre kryejnë nevojat personale vend e pa vend, duke ofruar një imazh as pak të hijshëm dhe mbi të gjitha duke u kthyer në ndotje për qytetin. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Duke ju lënë takim me kolegen Viola Murati, bashkë miru takofshim.